Për atë kemi has njerëz të cilët kur Allahu t'i bin sejdë më thot, unë një mes fana më zemrën e kam shumë të mirë, kur s'ju kam lutë Allahu diçka që Allahu s'ma ka plotsu dëshirë. Kja në rrezik. Se duaja e parë, lutja e parë si për faqen e tokës që është pranu, a lutja e iblisit shejtanit. Kur i ka thonë Allahu të më lejot të jetoj deri në ditën e kiametit, ka thonë Allahu jeto. Falamma nasu ma dhukiru bi, fatahna alejhim abwaaba kulli shay. Na ja hapmi dirt, ja lehtësojmë dunjën deri kur? Hatta idha farihu bima utu. Kur të gëzohen ja po arrit. I bona villat, drejtova gjemt, e bona ketë dhe ketë. Dolan pënzi, tash do qetoj, falamma nasu ma dhukiru bih, fatahna alejhim abwaaba kulli shay, hatta idha farihu bima utu, akhadhnahum baghtah, na i mormi ato befas pa prit. Ndëshkimi atin e i thet, tap, infrakt. Pa të thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga shenjat e kiametit është me vdekën pa befas. Pa të lutë një Allahut azza wa jall që mos të vdisni befas, nga se nuk dihet çfarë gjendje dhe ku ju gjen. Akhadhnahum baghta fa idha hum mublisun. Ata shkojnë të Allahu të shgënjër. Allahu thot, fe kutja dabirul qawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Kështu përfundojnë zullumqtar, kështu përfundojnë zemër vdekurit, kështu përfundojnë gaflegjit. Elhamdulillahi zotëve të botëve, që Allahu e ban të dalluar atë që në zemrën e ti ka iman, nga ai cili është verbëruar, ai cili është i kthjellë dhe i kthehet Allahut, kërkon nga Allahu azza wa jall falje, ka frikë Allahun azza wa jall, i kthehet Allahut me pendim, nga ai cili rebelohet ndaj begative dhe nimeteve të Allahut.